Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në episodin e ri të Paradigmës. Me që javën e kaluar biseduam për filozofinë e luftës, apo si të bëhemi kritik në periudhë luftrash, sot në ditën ndërkombëtare të librit kemi përzgjedhur një temë pak më ndryshe. Sot do flasim për diplomacinë, aftësinë e njerëzve për t'i bashkuar popujt, por edhe më shumë se kaq, do flasim për kulturën që të ka lënë diplomacinë, do flasim për diplomacinë kulturore, si dhe letërsinë, kulturën dhe filmin si pjesë të diplomacisë kulturore. Dhe me që jemi sot në emision, në këtë moment që sapo incizohet ky emision, në ditën ndërkombëtare të librit, person më adekuat për të biseduar për këtë temë, sesa ambasadori i Malit Zi, zotri Bernard Çobaj, nuk do të kisha mundur të gjej. Zotri ambasador, mirë se na erdhët në emision. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi për mua të jem në një emision të tillë, të veçantë për shumë aspekte. Aq më tepër që sot incizohemi në ditën ndërkombëtare të librit, e cila lidhet po ashtu me vdekjen e Cervantesit. Unë vij nga qyteti i Ulqinit, ku besohet se Cervantesi ka shkruar një pjesë të romanit të tij të pavdekshëm Don Kishotit. Fatmirësia, apo si me thonë koincidenca, koincidencë nuk ka në besimin tim, po megjithatë, të themi koincidenca, e takimi tonë megjithatë ka qenë libri. Ne jemi njoftuar përmes librit. Dhe pra po na bashkon libri, dhe në takimet tona zakonisht është temë libri. Megjithatë ju keni një pozicion politik, një pozicion që përfaqësoni këtu në Kosovë shtetin e Malit Zi, dhe jeni aktiv në diplomacinë, le të themi, kulturore. Bëni organizimet mrekullueshme të ndryshme. Nëse ke mundësi pak me na fol për këtë pjesë, ka që diplomacia kulturore është një koncept, të paktën sot një botë ku lufta, kuadër marrëdhënieve ndërkombëtare, sot është lufta modus operandi, diplomacia sikurse është lënë anash aq më pak, soft diplomacia apo diplomacia kulturore. Ç'është diplomacia kulturore? A mos e kemi harruar fare këtë, dhe si ndikon kjo në bashkimin për afrimin e popujve? Patjetër, ne si dy vende aspirant që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, qoftë Mali Zi, qoftë Kosova, më së miri e kemi të referohemi një dokumenti të Bashkimit Evropian, ku thuhet se diplomacia kulturore duhet të jetë në shënjestër të komunikimit tonë me botën. Ajo është ura që lidh popujt, që krijon marrëdhënie të mira midis tyre, ajo mund të jetë edhe një motor i zhvillimit ekonomik dhe të shoqërisë. Pra qoftë në Evropë, në lindjet e mesme, në Afrikë, çdo kund ajo duhet të jetë pra në qendër, në epicentër të marrëdhënieve tona. Parafrazoj, ky është nga një dokument i Bashkimit Evropian, dhe këtu tregohet se sa rëndësi jep vetë Bashkimi Evropian diplomacisë kulturore dhe ndërlidhet që duhet të jetë pjesë e politikës së jashtme. Dhe në këtë kontekst edhe unë e përdori si një dorë të zgjatër të politikës të jashtme të Malit të Zi, e cila promovon fqinësinë e mirë, dhe me aktivitetet tona ne promovojmë fqinësinë e mirë, por edhe vlerat evropiane, pasi qëllimi jonë është të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Po ashtu nëse i kthehemi të kaluarës, kushtetuta UNESCO-s të vitit 45 është një kornizë e mirë për të kuptuar konceptin e diplomacisë kulturore. Antropologu francez i mirënjohur Claude Lévi-Strauss ka thënë, apo ishte i cituar aty, se luftrat fillojnë në mendjet e njerëzve dhe mburoja apo ndalesa e luftrave duhet të ndërtohet në mendjet e njerëzve. Dhe aty vazhdohet se kultura është një mjet për të edukuar njerëzit për të jetuar në paqe dhe liri. Claude Lévi-Strauss ka qenë antar i Akademisë Shkencave të Francës dhe ka qenë i angazhuar në shumë dokumente që kanë përpelluar Kombet e Bashkuara. Ajo që ishte interesante se atë në atë pozitë do të zëvendësoj një shkrimtar libanezo-francez, Amin Malouf, cili ishte nga autorët tim të preferuar, i njohur ndoshta te publiku këtu vetëm me veprën e identitetet vrastare, pasi shumë pak është i përkthyer, po ai ka një gamë të eseve interesante, por edhe romaneve që merren me temën e ndërlidhjes midis popujve, sidomos midis lindjes dhe perëndimit. Madje edhe presidenti Macron ja ka dhuruar një çmim apo dekorat e cila quhet Urë midis lindjes dhe perëndimit, dhe unë e rekomandoj sot ditën ndërkombëtare të librit këtë si një autor
publiku të gjerë të Kosovës që ta lexojë dhe ta eksplorojë më tepër. Vërtet, dy autorë të mëdhej, prej shtrosit kemi një libër Qyteti dhe njeriu, nëse po është filozofi politikës, dhe shpjegon esencën se si politika shteti përjetohet në qytet. Domethënë, është një filozof patjetër që duhet lexohet nga botimi i tij, nëse s'jam gabim. Kurse identitetet vrasëtare, Amin Malufi, nëse s'jam gabim, nëse është përkthyer se Merkandi nuk është përkthyer, më duket në gjuhë shqipe. Samarkandi është përkthyer, po më duket është përkthyer. Edhe kjo bota e çmendur apo diçka tillë. Ose fatkeqësia e botës, kështu është përkthyer. Po ky është i fundit. I librave të tij eseistik. Po identitetet vrasëtare mbetet në shqip, me thonë. Po këto janë vazhdimësi e këtij libri, po ai ka edhe disa romane të tjera që duhen të lexohen. Po duhet të lexohen sepse Amin Malufi është se libanezët disi janë si ne, do të thonë kanë probleme identitare. Do të thonë Amin Malufi një maronit i krishter shkon në Francë, aty i thonë ti je arab, do të thonë po ky ishte edhe me fe i përkiste qytetërimit, le të themi kushtimisht perëndimor, po edhe fliste frëngjisht, ishte frankofon, dyja ti kishte, po atje perceptoi ndryshe dhe identiteti nuk ishte vetëm se vetë perceptim, po edhe perceptimi tjetrit, megjithatë të ta lexojnë librin ata që e kanë për të lexuar, po Amin Malufi vërtet është një emër i madh. Me që po flasim për njerëz, dhe përmendën për këtë rast Libani, pse sot ajo zonë është zonë problematike. Shkrimtarët ta përfaqësojnë vetëm veten apo nganjëherë i tejkalojnë kufit e vetës. Për shembull, edhe Khalil Gjibranin, edhe Malufin, kur lexojmë na lexojmë shpirtin, le të themi shpirtin e Libanit aty e kemi. Ai tejkalojnë, le të themi ashtu, kufit e vet kombëtar. Dhe si depërtojnë ata kështu tek ne? Çka shohim ne tek ata që na parafron me ata? Po padyshim që shkrimtarë të mëdhenj, dhe ne çdo herë i referohemi shkrimtarëve të mëdhenj, ato i tejkalojnë kufizimit e letërsive kombëtare. Duhet thënë patjetër që ato nuk realizojnë veprat e tyre në vakum, ato janë të thelluar në gjuhën e vet, në traditën, historinë e kombit vet, dhe ato padyshim e përfaqësojnë kombin apo gjuhën e vet, mirë po me temat universale dhe mënyrën si ato i trajtojnë, i tejkalojnë kufit e vet. Pak a shumë Goethe me konceptin e Welt literatur ka folur për këtë çështje që veprat letrare në një kontekst global do të komunikojnë njëra me tjetrën dhe në këtë mënyrë të parafrojnë njerëzit. Dhe ky është një koncept shumë i bukur. Definitivisht. Dhe ne edhe Gjibran edhe Maluf, por ne kur flasim për Shakespeare-in, Goethe-n, Homerin, ato i takojnë gjithë njerëzimit, nuk i takojnë vetëm kulturave veçanta, apo Ismail Kadereja, nuk i takojnë vetëm shqiptarëve, i takojnë gjithë botës. Ne duhet të jemi krenar me atë. Apo për shembull Danilo Kish, i cili vjen prej letërsisë malezizo-serbe, i takon gjithë botës, nuk i takon vetëm gjuhës në cilën ka krijuar. Është interesante edhe Kishin e Dostojevskij, kur lexojmë autorët e mëdhenj, Malufin, Kaderin, shpesh them, a mos po imponojnë këta një koncept njerëzorës tek ne, apo njerëzori është kaq universal sa që e gjejmë na tek këta njerëz. Për juve cila është imponim apo është e nënkuptueshme vetvete që njerëzori është universale? Pa, njerëzori është universale, gjithë në këto vepra gjejmë pasqyrimin e sfidave të përvojave tona. Dhe kjo bën letërsinë shumë një mjet specifik që përhap empati dhe për empatinë e letërsisë dhe për ndjeshmërinë e saj flet sidomos Orhan Pamuk në fjalimin e tij kur ka marrë çmimin Nobel, por edhe Mario Vargas Llosa flet për këtë aspekt letërsisë. Tani e kam dëgjuar s'ka shumë edhe Elif Shafa, kjo autoria britaniko-turke që shumë e përmend e nënvizon këtë aspekt të letërsisë, po këtë e gjejmë edhe te Kadereja apo te një shkrimtar të madh Carlos Fuentes e të tjerë. Me që jemi tek, edhe pse këtë pyetje kishta për ma vonë, sa njihen apo a njihen shkrimtarët e Malit Zi në Kosovë dhe vice versa, kosovarët në Maltëzi? Përkthime, a kemi në këto fusha? Përkthimet janë të pakta, e di që 2 vepra të Aga Pollonit janë përkthyer viteve të fundit në gjuhën malezeze, dhe është përkthyer një vepër e Mehmet Krajës. Shumë mirë. Mirë po, kurse në gjuhën shqipe e di se janë përkthyer veprat e autorit Andrej Nikolaidis,
Tani, çështja tjetër është cilësia për kthimin. Ai është temë Temë vete, ja. temë në vete. Por ka lëvizje, po jo ndoshta në mas të duhur, sa do t'ishte e nevojshme. Dhe personalisht dhe ne si ambasadë mundohemi edhe këtë segment ta prezantojmë, ta përfaqësojmë, sidomos të promovojmë ato autorë që pak a shumë janë ura lidhse, siç mund të përmendet tu autorin apo poetin e detit të ndjerin Bastri Çopriqin. Madje para 2 viteve në ditën ndërkombëtare të librit promovuam një film dokumentar të realizuar nga gazetari Hali Shabani në Kino Armata, në bashkëpunim me Sekretariatin për Kulturë të Kryeqytetit dhe me Fakultetin Filologjik. Por po ashtu mundohemi edhe romanet e Mehmet Krajes t'i promovojmë, por jo vetëm ato, por edhe krijimtarinë e Gjelosh Gjokaj kemi organizuar në të kaluarën një ekspozitë të madhe. Pra ka shumë figura që lidhin Malin e Zi dhe Kosovën. Besoj që këtë vit me Ka një bashkëpunim të mirë, domethënë. Akademinë e Shkencave do të realizojmë edhe një simpozium për poetin e madh Radovan Zogović, i cili ishte i varrosur në Teçan dhe një rrugë në Prishtinë madje ka quhet sipas emrit të tij. Interesante. Zotni ambasador, domethënë, edhe pak më herët e përmendëm backstage, që ju keni një pozicion ambasador, po megjithatë, ju keni edhe background letim akademik, letrar, e një fëmijë letërsinë amerikane. Le të themi kushtimisht. Pa, kam pasion më atë. Keni pasion, po. Këto ditë jeni marrë me një projekt shumë interesant, domethënë, edhe kemi bisedu për këtë, domethënë keni realizuar projektin për 100 vjetorin e si më thonë Gatsby të madh, nuk e di shqip se është për këtë, Po, Gatsby. Çfarë synon ky projekt në aspektin diplomatik? Ose ta shpjegojmë pak figurën e Gatsbyt si kritik i modernitetit apo modernizmit. Kush është ai? Pse është kaq i rëndësishëm? Gatsby madh spari ideja janë ndërlidh 2 elemente, 100 vjetori i veprës, 120 vjetori i raporteve diplomatike mes Malit Zi dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe Mali Zi ka një vend interesant në kapitullin 4 të romanit, ku nëpërmes Malit Zi Gatsby mundohet të jap kredibilitet të kaluarës së tij mistike apo problematike. Tani pse e ka përzgjedh Fitzgeraldi Malin e Zi mund të jetë se ai vjen nga qyteti St. Paul, ku në vitin 1920 ka pas shumë emigrant nga Mali i Zi që kanë punuar atje në miniera për të nxjerrë ar. Po ashtu të njëjtin vit, pra në 1925, kur ishte publikuar Gatsby madh, ishte publikuar edhe vepra madhe Virginia Woolf, Zonja Dalloway, dhe aty përmendet Mali i Zi kur ajo Clarissa Dalloway në fillim blen lulet dhe i kujtohet Mali i Zi një vend që është çliruar nga Mbretëria Otomane. Besoj që në atë kohë Mali i Zi ka zënë edhe vend në raportet e ndryshme të gazetave ndërkombëtare, dhe ndoshta ky është arsye pse përmendet në këto 2 romane. Mirë po, unë e kam marrë si shkas për të shënuar 100 vjetorin e veprës, për të na jap një mundësi për të folur për të veprën, dhe ja kam propozuar këtë ambasadës amerikane, dhe në partneritet me ambasadën amerikane dhe me Universitetin Amerikan kemi realizuar 3 evenimente të ndryshme, një në Fakultetin Filologjik, një në Këndin Amerikan në Prizren dhe një në Universitetin Amerikan të Kosovës, ku janë shfaqur edhe 2 verzionet filmike të Gatsbyt madh, versioni i vitit 1974 me Robert Redford dhe Mia Farrow, dhe versioni i vitit 2013 me Leonardo DiCaprio. Gatsby madh. Çfarë përfaqëson Gatsby? Ëndër iluzion apo është kriza modernitetit? Po padyshim që edhe në fjalët e Fitzgeraldit, Gatsby ishte roman për një iluzion të madh. Tani, kur isha në Universitetin Amerikan, bëra një krahasim, nëse merret Gatsby si një hero romantik, dhe kur themi romantik, pak apo romans, këtu nuk mendojmë për aspektin sentimental, siç ky term përdoret, nuk mendojmë për një dark në muzikë me Qirinjë dhe me Eric Clapton duke kënduar Wonderful Tonight, po romantik në konceptin letrar
nënkupton një ideal transcendental, pra kur njerëzit synojnë realizëm, do njëherë vështirë edhe të shpjeguar në fjalë. Dhe ajo çfarë bën Fitzgeraldi dhe që besohet se i jep një vlerë të veçantë kësaj vepre se një hero romantik e fut në një kontekst të vrasë shoqëror. Dhe këtu për shembull mund krahasohet me heronjtë e disa veprave të mëdha të traditës letrare evropiane, apo arketipin e djaloshit nga provinca. Pra në letërsinë evropiane shpesh kemi historie të personazheve letrare që vinë nga varfënia, mirë po besohet se mund të jenë ndonjë princ, apo ka një priardhje që ai e beson që e ka, po mundohet të zbulojë gjatë veprës, edhe ato zakonisht kalojnë shumë sprova, sikur ato në ato legjendat arturiane, pra, dhe duke kaluar ato sprova, ato pi një pafajësie fillestare, edukohen për shoqërinë, shpesh zhgënjehen. Mirë po, të gjithë ato, dhe këtu për shumë mund të përmendim Julian Sorel nga Stendhali, apo Rastignacu nga Giagorio, apo Pipin nga pritjet e mëdha, Great Expectations të Dickensit, ka edhe të tjerë, edhe se këto tre dallojnë mes vetit, po për hir të bisedës, po i fus në një grup, të gjithë ato dëshirojnë të zotrojnë shoqërinë për të nxjerrë kënaqësinë nga pushteti që del nga ajo. Apo nga diçka e tillë. Kurse Gatsby vjen nga një e kaluar mistike, nga një varfëni, bëhet i pasur madje edhe me kontraband, po kjo nuk është esenca e veprës. Esenca është që ai pasurinë nuk e përdor për të kënaqur me pushtet, po si një mjet për të kërkuar një ideal transcendental, që narratori Nick Carraway në fund e lidh me vet idealin amerikan, edhe me atë, siç e quhen ai, me atë habin apo me atë kënaqësinë që apo kënaqësinë para mundësive të panumërta që kanë pas ato detartë holandez kur për herë të parë kanë pa kontinentin amerikan. Sot ka ekzistuar një mundësi e jashtëzakonshme kur ata takohen me kontinentin amerikan, që Gatsby e kërkon në atë dritën e gjelbërt, pa kur nuk definohet çka është. Zakonisht ideali i tij në shumë interpretime lidhet me dashninë e tij për zonjën Daisy Buchanan, po ai është në të vërtetë simbol, sa ai nuk e shehat si qenie reale, konkrete, po është si një ideal transcendental, si një ideal të pafajësisë. Dhe tragjedia e tij vjen me vetë faktin se ai tani vepron në një kontekst të një plutokracie amerikane dhe ai nuk mund të realizojë atë ëndrrën e tij. Ai nuk mund të ndoshta si herojtë e mëparshëm letërsinë amerikane, për shembull Natty Bumppo te Fenimore Cooper, ose Huckleberry Finn i Twainit, apo Ishmaeli i Melvillit, nuk mundet të krijojë një kod të ri personal të sjelljes jashtë shoqërisë apo jashtë kulturave shoqërore, apo nuk mund të realizojë idealin e arratisjes ka një territor të ri, siç e bëjnë këto heronjtë e mëparshëm të letërsisë amerikane që janë prirur nga eskapizmi. Ky duhet të vdes, thjesht se ishte në një kontekst shumë të vrasë shoqëror i futur, dhe kjo ishte ndoshta një risi që i ka jap Fitzgeraldi letërsisë amerikane si një mundësi të eksplorojë kombinimin e romancës me kontekstin shoqëror real. Interesant, kur po flisni për letërsinë amerikane, në ndërkohë po imagjinoja, do të thonë, po e vizualizoja një situatë që ne tek ne mbi 29 sot, do të thonë. Ne shërban sot e njohim në sport, e njohim në fuqi, e njohim në këtë industri në arktimit në përgjithësi. Po në letërsi e njohim shumë pak, ose fare. Në kurrikulat tona shkollore nuk ka letërsi amerikane. Nuk ka, ose ndoshta ka, tash në konton s'ka pas. Pse është kaq jo famoze letërsia amerikane tek ne? Po nuk do e di përgjigje. A keni mendu? Me siguri pasi që Hollywoodi është prezent, shumë gjana kemi prezent, po letërsia nuk është, ja që nuk është letërsia. Letërsia evropiane është aq e pasur se me siguri e dominant. Në mënyrë ja hedh hijen, dhe pak a shumë kur flitet për letërsinë amerikane, po, dihet për Fitzgeraldin, dihet për Hemingway, dihet për këtë që quhet gjenerata humbur, kjo generation,
Dihet për Thomas Ternelliot që hajde themi ishte një farë urë lidhse midis letërsisë amerikane dhe britanike. Dihet për Henry James që i tillë. Disa që i kemi Po, pak më Dos të njohur. Passos për shembull, ose Thomas Pynchon që ish besu që ish vazhduesi i traditës së Fitzgeraldit në letërsinë amerikane, nuk dihet shumë. Në fakt, ky filmi i fundit i Paul Thomas Anderson që mori Oscar, një betejë pas tjetrës, Po. me DiCaprio, ish bazuar në një novelë të Thomas Pynchon. Jo, vërtet që për shembull këtë njëjtën e kam pa edhe me letërsinë gjermane për shembull. Është e vëndshme tek ne letërsia gjermane. Ka dominu letërsia frankofone edhe ruse, domethënë. Po me siguri që edhe përkthimet kanë qenë Ma tepër ta kanë qenë me siguri. Po flisni edhe për filmin, këto ditë ambasada ka shfaq filmin Deri. Ç'është filmi Deri? Filmi Deri i regjisorit Nikola Vukčević ka qenë kandidat i Malit Zi për Oscar, i realizuar në gjuhën shqipe. Është i bazuar në një tregim të shkurtër të akademikut Zuvdia Hoxhić Berisha, që pretendohet se është nga një ngjarje e vërtet e luftës së dytë botërore, ku një bajraktar shqiptar shpëton një fëmijë të një komsie apo besimi tjetër. Në të themi filmografinë tonën shqiptare të Kosovës, Shqipërisë, Malit Zit, Maqedonisë, më sa kanë pa, pse mi preokupuar me historinë. Pse mi stak, jemi ngulfatur në histori, pse nuk kemi probleme të sotit moderne në për filmat tonë. Tepër moderne, pa ju referu luftës, pa ju referu një farë të kalume, të ndritshme, që ku thama tepër transcendentale, ndoshta edhe ideale, nderi, tradita, dominojnë në filmat tonë. Po ndoshta prallat popullore më tepër. Ka dhe filma që merren me realitetin shoqëror. Në fakt tani është duke u realizuar një projekt i përbashkët mes kinematografisë, qendrës kinematografike të Malit të Zi dhe qendrës kinematografike të Kosovës. Filmi Kaltrina Krasniqit, i cili është duke realizuar në qendrën në Prishtinë, Bliç, i cili merret me disa probleme reale sociale, po atëherë edhe filmi Vlerëta Bashollit ka qenë i lidhur me histori, me historinë e fundit. Është marrë me një çështje shumë reale, me një sfidë të madhe shoqërore të grave që i te kalojnë ato ngushticat e kontekstit shoqëror të momentit. Ndoshta nuk ka shumë, pasi që edhe investimet në kinematografi në vendet tona janë të kufizuara. Po, normalisht. Ne nuk kemi mundësi të prodhojmë filma si Marvel, është qartë, po megjithatë sikur se kemi me pak të ngujuar në histori, kërkojmë një farë interpretimi të historisë, gjej momente të mira në histori. Mbase në rastet e caktuara edhe motiv është edhe traumë historia për të bërë filma të ri. Qartë, po. Po vendet nuk munden të iken realiteteve të veta shoqërore. Po. Aty gjejnë tema të rëndësishme që dëshirojnë t'i prezantojnë. Si duhet lexohet një film? Se filmi lexohet. Jeni në fushën e kritikës filmit, e diunë, po. Si e dalloni një film të mirë dhe një film jo të mirë? Se film të keq nuk ka, po themi po. Tani para 2 netëve u shfaq filmi La Grazia i regjisorit të madh Paolo Sorrentino si fillimi i javës së kinemas italiane. Dhe për shembull mënyra se si Sorrentino i realizon filmat e vet është madhështore. Qoftë nga peisazhet që reflektojnë gjendjet shpirtërore të brendshme të personazheve të tij, gjuha që përdoret, apo narrativat të ndryshme që ecin paralel, po kur një narrativ nuk e dominon tjetrën. Ato kanë një baraspesh dhe në fund kryqëzohen dhe japin një përfundim madhështor. Po lidhur me këtë temë do të rekomandoja një libër të profesorit Bard Rugova, Gjuha e filmit, që e lexova para 2 viteve, kur erdha këtu s'parit si ushtrues detyrës si ambasadorit. Por po ashtu një studim interesant për raportin mes letërsisë, filmit, muzikës dhe në umbrellën e filozofisë hegeliane është epistema Dhomës së Zezë, Zotit Glau Konjufca, cilin zakonisht njerëzit e njohin nga bota politikës, po
ka realizuar 2 Ai ka libra. shkruar 3 libra Po dy janë të lidhur me filmin Epistema do me Sezes dhe Ontologjia e artit të shtat. Dhe i duhet të rekomandohen këto libra, se janë shumë libra interesante. Së fundmi, mbase kjo lidhet me agjensinë tuaj, do me thonë si ambasador, kemi pa për shembull ndoshta ambasada e Malit është më aktivja për momentin në diplomacinë kulturore. Kështu lidhet dhe me individin që përfaqëson. Si një njeriu e mbart një lloj agjencie. A ka kritika, ka reagime, si është vlerësuar kjo në Kosovë? Ne këtë vit, sidomos pasi është viti jubilari shënimit të 20 vjetorit të ripërtrirjes së pavarësisë së Malit të Zi, synojmë realizimin e 20 aktiviteteve tematike kulturore. Kur them kulturore, aty në kupton edhe aktivitetet sportive. Se diplomacia kulturore ka disa degëzime. Edhe sot kena diplomacinë gastronomike, për shembull ambasada italiane realizon javën e kuzhinës italiane, sepse ato aty kanë fuqinë e vet. Interesant kjo. Apo diplomacia Twitter, apo diplomacia vallëzimit. Po pak a shumë sot çdo person, çdo kush ishte i kyçur në marrëdhëniet globale nëpërmes internetit. Dhe çdo qytetar pak a shumë ish ambasador i vendit vet dhe ndikon në imazhin e vendit vet. Kurse për vendet e vogla, sipas mendimit tim, po këtë mendim e mbështet edhe i malli Milan Kundera në veprën në 2-3 librat e tij, qoftë në Arti i novelës, qoftë në Tragjedia Evropës qendrore, ku thotë se kultura është etike për shtetet e vogla, për kombet e vogla. Se nuk kanë çfarë tjetër të ofrojnë, nuk kanë fuqi ekonomike, nuk kanë fuqi ushtarake. Nëse nuk e zhvillojnë kulturën apo nëse nuk e promovojnë kulturën, mund të zhduken. Çfarë kapaciteti kanë vendet tona? Vendet tona janë të vogla. Çfarë mund të ofrojnë? Çfarë ne mund të ofrojmë botës? Aspektin e diplomacisë kulturore. Pa e vetme gjë me çka njihemi, apo pasaporta jone kryesore në botë është kultura, që edhe për Kosovën. Yjet e mëdhaja të artit si Dua Lipa, Rita Ora. Por ishte tani edhe përfaqësuesja në futboll, e cili ishte një hap Offer. Prej pjesëmarrjes në kupën botërore, po së shpejti do t'i hapet e rrugë, se ka cilësi, pa dyshim, apo përfaqësuesja në judo. Të gjitha ato bëjnë një promovim të jashtëzakonshëm Kosovës, apo Filharmonia e Kosovës, Ram Lahaj, Marigona Qerkizi, autor novelave, apo ka shumë Kosova i shumë e njohur edhe me tani edhe me filma. Por sidomos edhe në sferën e artit figurativ me piktor. Dhe kështu një vend krijon një imazh pozitiv në sytë të tjerëve me promovimin e kulturës së vet. Dhe këtë ne jemi duke bërë në Kosovë, duke promovuar këtë themi veprim diplomatik si një model për të rritur bashkëpunimin, për të thelluar mirëkuptimin, por dhe për të promovuar vlerat e rëndësishme estetike, cilat pasurojnë individet në mënyra të ndryshme. Cili është projekti i arshëm që e ngërthen letërsinë, filmin dhe kulturën përgjithësi? Para disa ditëve keni pas një ide? Patëm një takim me përfaqësues të diku 7 apo 8 ambasadave tjera. Pra duke folur për Fitzgeraldin dhe gjeneratën e humbur, apo Parizin si një kryeqendër të migrantëve kulturor të viteve 20-ta, mu kujtua një libër e një gazetares nga Malizi Branka Bokavac, Bisedat në Pariz, ku ajo bisedon me Kadaren, me Gjergj Konrad, me Danilo Kish dhe me Milan Kundera, të cilat viteve të 10-ta gjithë ishin në Pariz. Dhe gjithë pak a shumë janë autorë që kanë shkruar kundër sistemeve totalitare, mes tjerësh. Dhe mendova si mund tani ta bëj një ndërlidhje mes tyre. Dhe interesante ishte mbiemri tyre fillon me shkronjën apo me tingullin K. Kursun si diplomat shërbej në Kosovë. Letërsia në gjuhën malezeze ish književnost, libri ish knjiga. K kultura, koegzistenca, kritika, pra krejt fillojnë me K. Me shojnë K. Atëherë mendova se si mund të zgjerohet ky radhë, si mund të kemi edhe gjuhë të tjera të përfaqësuara dhe
me njëherë më kujtua Franz Kafka, ai madje ka dhe personazhet letrar të kështjella K apo Josef K të procesi, Josef K, po. që janë bë simbole të letërsisë. Atëherë më kujtua Miroslav Krleža nga Kroacia. Kadareja. Pa dyshim, përveç Kadareja që i përmenda kishi Konradi dhe Kundera që ishin, atëherë Italo Calvino nga Italia, Nikos Kazantzakis nga Greqia, Konstantinov nga Bugaria, dhe paka shumë një gamë e madhe i komunikova ambasadat të ndryshme në këtë drejtim dhe gjithë treguan interesim dhe ne këtë aktivitet tani do të ndërlidhim me shënimin e ditës së Evropës. Do të kemi një aktivitet ku do të lexojmë pjesë nga veprat e këtyre autorëve që i përmenda në origjinal, kurse publiku do të ketë përkthimet në gjuhën shqipe apo në gjuhën angleze. Dhe çdo përfaqësues i ambasadës do ta prezantojë shkurtimisht autorin, po dhe do ta lidhin veprimtarinë e tij me vetë idenë e Evropës, se këtu ide është me tregu, siç thot Umberto Eco, se fuqia e Evropës ishte në gjuhë, në diversitetin apo në përkthimet e veta që bën. Se përveç aspektit ekonomik ushtarak ekziston letërsia si një fuqi e madhe e Evropës, për cilën nuk flitet shumë. Dhe besoj ishte një projekt autentik. Dhe do shohim, besoj me 14 maj do të realizojmë, paka shumë kjo ishte një datë që e dakorduam në takim. Ka disa ndryshime tek autorët, francezët kanë përzjell Frank Kessel, i cili është autor i veprës, tani nuk di si përkthehet, e bukura e ditës apo e orës, Le Bel de Jour, që ishte edhe filmi i njoftur i Luis Buñuel me këtë titull, kurse hungarezët nuk e morën Gjergj Konrad apo nobelistin që e kanë poshtu me shkronjën kë, po morën një autore Margit Kafka, që edhe e pasuron nga aspekti gjinor, se gjithë ishin meshkuj dhe na erdhi mirë. Po unë kam do të prezantoj edhe Danilo Kish edhe Mehmet Kraje. Për Mehmet Krajen, për shembull, më vjen keq që nuk e ka gjetë vrionin e vet. Ti kanë që ta përkthente në një gjuhë të madhe botërore dhe ashtu, se sigurisht që fama e tij si autor do të ishte më e madhe. Paka shumë ka mbet në gjuhën shqipe vetëm. Ka disa nuk është i përkthyer në gjuhën serbe. Ka një vepër i përkthyer tani në gjuhën malazeze. Nuk di, ndoshta edhe në gjuhën slovene ka ndonjë përkthim, po shumë pak është ajo. Shumë pak është ajo. Ka menduar që është i përkthyer, gabim pas kam ditur. Ndoshta më ndonjë vepër ishte përkthyer, ishte një poet nga Ulqini i cili e ka detyrë jetësore që ta përkthej apo të përkthej veprat e Krajes në gjuhën malazeze. Shpresoj se do t'i arrijë qëllimin, po nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, po. Nuk është e lehtë. Këto janë aktivitete shumë me rëndësi, do të thonë, sepse vërtet ne jemi zhyt apo kemi filluar me besu në paradigmën apo në këtë modus operandi të luftës. Po diplomacia kulturore, kultura, letërsia në këtë rast që është universale, mendoj që i bashkon më shumë popujt, jo për ofron, duke u bazuar në ndjesitë, emocionet, problemet e njëjta, do të thonë, kur në tek çdo personazh ne e shohim, e gjejmë veten, domosdoshmë si lexues e gjejmë veten. Dhe mbase rruga më e mirë për t'i përafru popujt dhe për ta realizuar projektin kantian për një shtet botëror, domethënë, ku shtetet kanë marrëdhënie korrekte, fqinësore, njëra me tjetrën, mbase diplomacia kulturore, arti, filmi dhe kultura në përgjithësi. Zotni ambasador, të falenderoj shumë që ishe me mua, se jemi ofruar në minutat e fundit. Për herë të parë patëm një profil të një personi cili dëshmon se diplomacia apo diplomati nuk është njëri thjesht teknik, njëri që mbart mesazhet shtetit vetë në shtetin ku përfaqëson, pa njëkohësisht është edhe një lloj bagazhi kulturor intelektual në këtë rast, ku kontributi i tij mund të jetë shumë i çmueshëm. Në rastin e juaj, për shembull, që kushdo që përcjell ambasadën e Malit, zgjidh aktivitetet që për këto vite i ka zhvilluar,
vjen në konstatimin tim, pas në konstatimat Misës Haimi. Unë uroj që t'ju kem do njëherë në emision pa titull politik diplomatik, ku ne mund bëjmë debate si që bëjmë në kafe, dhe me thanë për identitetin, politikën globale, dhe zgjerome në fushat të tjera, dhe ju falenderoj një qishe, edhe falenderoj që jeni edhe në Kosovë. Ju falenderoj për ftesën, pasi e përmendë që ekziston shpesh identifikimi i lexuesve me personazhe të ndryshëm letrar, pa dyshim që ne të gjithë spaku jemi identifikuar me Don Kishotin, se e fillume me Cervantesin, dhe gjithë kemi një element Don Kishotesk në jetën tonë. Dëshiroj të them që ne sonte kemi edhe, pavarësisht se kjo emision nuk do shfaqet sot, kemi edhe shfaqjen e teatrit nga Ulqini, Buongiorno të teatri Dodona. Është një shfaqje e cila spjegohet ndoshta me dy shënjëzime referenciale. Buongiorno në mënyrë indirekte ndërlidhet me filmin Perfetti Sconosciuti, filmin italian pra të huajt e përsosur, i cili ka marrë çmimin Oscar si filmi i huaj në vitin 2014, dhe vetë titulli Buongiorno pra lidhet me kulturën italiane, po ishte po ashtu edhe një kafe në Ulqin ku takohen të gjithë grup moshat, ishte një kafe bar ku janë gjitha llafet e qytetit, dhe pak a shumë kjo ishte një komedi situatash, dhe i kap këtë dy këto rrafshe semantike në vetë titullin. Do të luaj në Sremrama në shtime, dhe dëshiroj të paralajmëroj që përveç këtij aktivitetit letrar me 14 maj, do kemi edhe një pianist apo pianistin ndoshta më të njohur të Malit të Zi, i cili jeton në Singapur, Boris Kraljević, i cili do të performojë 21 maj në kuadër të Festivalit të Muzikës Klasike Chopin. Por po ashtu do të kemi edhe një aktivitet shkencor, promovimin e librit të ri të inxhinierit të ndërtimtarisë Mentor Lunjit, i cili merret me arkitekturën seizmike, një temë shumë e rëndësishme në aspektin e ndërtimit, dhe i cili përveç tjerash në librin e tij të fundit trajton edhe çështjen apo problemet që kanë lindur me tërmetet në Turqi, apo mënyrën se si janë ndërtuar ato objektet që nuk patën rezistencën e mjaftueshme, por po ashtu analizon edhe ndërtime të ndryshme në rajon. Dhe kjo do të bëhet, besoj, në partneritet me Fakultetin e Ndërtimtarisë, me dhomën e inxhinierisë dhe me Fakultetin e Arkitekturës në Kosovë. Jemi në një fazë të përgatitjes. Aktivitete shumë të mira, sidomos që me datën 14 dhe me 21, uroj që publiku të jetë i vëmendshëm dhe marrin pjesë në këto aktivitete që organizon Ambasada e Malit. Ju falenderoj edhe një herë dhe uroj të shihemi herave të tjera. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, erdhëm në fund të një epizodi tjetër të Paradigmës, ku patëm mundësinë të diskutojmë për diplomacinë kulturore dhe mundësinë e ofrimit të popujve përmes fuqisë së butë, këtë rast letërsisë, filmit dhe kulturës në përgjithësi. Ju falenderoj që ishit me ne, vazhdojnë të qëndroni me TV1, mirupafshim dhe natën e mirë.